Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm do të lexojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitulli 25 deri në 31. Tekstin do të lexoj Eliana Gjergji nga Lecco në Itali, katekesën do ta bëj Kimete Klenja nga Lezhë. Sipas tregimit të përgjithshëm të librit të Daljes, kapitullit 25 deri në 31, përshkruajnë situatën e popullit me njëherë pasi që morën urdhrimet e Zotit. Këto kapituj ambientohen pranë në shkretir dhe flasim, si do të shohim, për disa elemente liturgjike dhe jo teknikisht dhe krejtësisht të lidhura me shkretiren, duket sikurse të ishin të ambientuara në tempull dhe jo në shkretir. Kapitullit 25 deri në 27 flasin për vendet e shenjta, gjërat e shenjta dhe hapësirën e shenjtë. Tregimi ndodh, sikurse thash, më njëherë pas marrjes së urdhrimeve, por e ka shijen e një mësimi mbi liturgjinë e tempullit. Në kohën kur është shkruar ky tregim, diku në shekullin e 5-4 para Krishtit, është me autorsinë e autorit P. Priester Shrift, e kemi përmendur tashmë tek Lexo Biblën me ne. Populli i Izraelit po mundohej të rithemelonte kultin e kushtuar hyjit në tempullin e Izraelit që ishte në plan të rindërtimit. Tre janë objektet që përshkruhen në këto kapituj. E para është lidhur me udhëzimet mbi arkën dhe kultrinat e saj, por arsyeja është se tregimi ambientohet në shkretir. Arka është shëmbëlesë e tempullit, këtë gjejmë tek kapitulli 25, rreshtat 1 deri 22. E dyta është tryeza, ku ofrohen bukët që ofrohen, janë shëmbëlesë e elterit të tempullit Jerusalemit, kapitulli 25, rreshtat 23-30. Dhe e treta, udhëzimet e lidhura me shandanin, menorah. Do të flasim për menoranët e ardhmen, do të flasim shumë, sidomos kur të shpjegojmë librat e Makabejve. Kapitulli 25, rreshtat 31 deri në 40. Kapitujt tjerë përshkruajnë orëndit e tabernakullit, perdet dhe mbulesat, kapitulli 26, elterin dhe oborrin, kapitulli 27. Kapitujt 28 deri në 31 flasin mbi personat e angazhuar në organizimin e kultit. Teshat e priftrinjve, kapitulli 28, ritualet e kushtit, 29, dhe elteri 30, 1 deri në 10. Gjejmë këto udhëzime edhe të lidhura me taksa, me mjetet e shenjta, vajrat e shenjtrimit, përdorimin e kemit, etj. Të gjitha elemente që kanë karakter liturgjik. Kjo strukturë e këtyre kapitujve tregon interesin e kësaj pjese të librit të Daljes për liturgji. Kjo fjalë, liturgji, nënkupton veprat e kryera nga ana e popullit në mënyrë publike që kanë si qëllim ushtrimin e kultit hynor. Dhe marrim një mësim të menjëhershëm këto. Zoti nuk i ka dhënë urdhrimet e tija vetëm që ato të mbahen me përpikmëri sa për t'i mbajtur. Urdhrimet e Zotit kanë qëllim që ta ndihmojnë njeriu të ushtrojë kultin hynor, dhe kulti hynor ka për qëllim të afrojë personin me Zotin. Nga libri i Daljes, kapitulli 25, rreshtat 10 deri 16. Le ta punojnë arkën prej drurit të akacijës, 2 kute gjysmë të gjatë, të gjerë 1 kute gjysmë, të lartë po ashtu 1 kute gjysmë. Praroje me arit e pastërt, për brenda e për jashta. Sipër bëje për rreth 1 brez ari. Shkrinj për të 4 rrath ari dhe mbërthej në 4 këmbët e arkës, 2 rrath në njërin krah e 2 të tjerë në krahun tjetër. Punoj gjithashtu edhe shtaga drurit të akacis dhe veshi me ar. Atëherë shtjeri në rrath që janë në krahët e arkës që të mbarën në to. Shtagat le të jenë gjithmonë në rrath dhe të mos hiqen askur prej tyre. Në ark brenda vendoje dëshmin që do ta jap.
Sa i takon komenteve të mia, kësaj herë do t'jap shpjegime më të shkurta se zakonisht. Ju ftoj ta dëgjoni me kujdes katekezën e plotë të Kimetes mbi këtë pjesë të librit të Daljes, të kushtuar Arkës, në të cilën vendoset rasët e urdhrimeve në shkretir. Unë do të ndalem vetëm në disa elemente teologjike të këtij teksti. Libri i Daljes e quan këtë arka e dëshmisë, kapitulli 25, rreshti 16, në krahasim me librin e ligjit të përtrir, që e quan arka e beslidhjes. Do të flasim përsëri për këtë terminologji kur të flasim për librin e ligjit të përtrir. Pra, thame se kjo është arka e dëshmisë. Me fjalën dëshmi përkthejmë fjalën hebraike edut, që është një fjalë që duhet shpjeguar. Në ark, brenda saj, qëndron dëshmia e vullnetit të Zotit të shprehur me dhëtë urdhrimet. Është një dëshmi e qartë, konkrete, e pa kontestueshme. Nuk ka vend tjetër për popullin si në arkën e beslidhjes, ku ai arrin të zbuloj vullnetin e Zotit në mënyrën më autentike të mundur. Termi arka e dëshmisë e shtron atë në dëshmi të prekshme të beslidhjes. Kudo që ndodhet arka, ndodhet edut, dëshmia e Zotit që ka folur se Zoti është i pranishëm, se Zoti e mban beslidhjen. Disa egzegjet e quajnë arkën e dëshmisë të librit të Daljes si vendbanimin e fjalës së Zotit, se dëshmi e gjallë se Zoti banon pikrisht aty ku banon populli i Zotit, se Zoti nuk e braktis asesi popullin e vet. Fjala ark në hebraisht quhet Aron, dhe fjala Aron do më thënë kuti. Një kuti e mbyllur, mund ta imagjinojmë si një kontenitor të mbyllur, si një farë ene ku mund të ruhen gjëra. Kuptohet se teksti nuk dëshiron të jap mesimin se ajo mund të përmbajë Zotin brenda vetes, por se aty, në atë kuti ku ndodhet fjala e tij, Zoti mund të zbulohet. Sa ajo kuti është dëshmi e pranisë hynore, e dashurisë së tij dhe e kujdesit për popullin e vet. Vendosja e edut, pra e dëshmisë brenda arkës, krijon një lidhje themelore midis fjalës së Zotit dhe pranisë së tij. Zoti është i pranishëm pikrisht atje ku banon dhe ruhet fjala e tij. Ky është një element esencial për një hermeneutik të mirë të shkrimit shenjtë. Bibla nuk është një libër i shenjtë sepse përmban shenjtëri në esencë të vet. Edhe kjo është e vërtetë, patjetër se Bibla është një libër objektivisht i shenjtë, por shenjtëria e shkrimit shenjtë bazohet diku tjetër, bazohet në mësimin se brenda asaj fjale që përcjell zbulohet vetë Zoti. Nga libri i Daljes, kapitulli 26, rreshta 31 deri 37. Punoje edhe koltrinën prej pëlhure ngjyrvjollce, te kuqe e te kuqe të mbyllur, dhe prej lire të tjerë me kerubinat të qëndisur në të më mjeshtri. Vare në 4 shtyllake prej drurit të akacijës. Edhe këta duhet të jenë të praruar, komqaret t'i kenë të artë, e fundrat të argjenta. Vare koltrinën e varis, e pas saj fute arkën e dëshmisë. Kështu tisi do të ndaj shentrorën nga shentrorja e shentrorëve. Vere dhe pajtimorën mbi arkën e dëshmisë, në shentrorën e shentrorëve, kurse tryezën jashtë koltrinës e shandanin në anën e jugut të banesës kundruar tryezës. Tryezën vendoje në anë të veriut. Për në hyrje të tëndës punoje edhe një nampë prej pëlhur ngjyrvjollce, të kuqe e të kuqe të mbyllur, me li të përpunuar të qëndisur me mjeshtri. Për napën punoje 5 shtyllak prej drurit të akacis të praruar, para të cilëve do të vihet napa. Komqaret le të punohen prej arit, e bazat prej bronzit. Kjo pjesë përshkruan 2 petka që formojnë hapësirën e brendshme të tabernakullit. Velin e madh të brendshëm, rreshta 31-35, që ndan shenjtërorën në 2 dhoma, dhe perden hyrëse, rreshta 36-37, në pragun e jashtëm të çadrës. Beli brendshëm është i punuar në 4 ngjyra të ndryshme dhe në të janë qëndisur kerubint.
Prania e kerubinëve dhe ngjyrave që tregojnë shenjtëri janë shenja të kujdesit që Izraeli i ka kushtuar ndërtimit të arkës. Kjo nuk është e bërë shkeleshko, është treguar kujdes në të, rastet e ligjit nuk mund të rrinë do kudo, por në një ark mirë të ndërtuar, mirë të përgatitur, mirë të zbukuruar. Ky vel varet mbi 4 shtylla, druri akacie të veshura me ar, të ngulura në bazamente argjenti. Akacia është druri tipik i shkretirës Sinai, është bimë shkretinore dhe sot e kësaj dite gjendet me mas në shkretira. Arsyet pse zgjidhet akacia janë se druri është shumë i fortë dhe i dendur, reziston ndaj kalbjes dhe insekteve dhe është i lehtë i përshtatshëm për shenjtërore portative që duhet transportuar në shkretirë. Ka kokra të imta, në to mund të bëheshin punime me ar ose me gjëra tjera si pundore dhe mbijeton në kushte thatësie ekstreme. Pema vetë është simbol i qëndrueshmërisë, edhe sot e kësaj dite në vendet shkretinore. Ai, pra, kjo kultrin, ka qëllim që të ndajë. Teksti deklaron shprehimisht vare kultrinën në varse e pas saj fute arkën e dëshmisë, po lexojmë rreshtin 33. Kështu ti si do të ndaj shenjtroren nga shenjtrorja e shenjtërve. Shenjti i shenjtërve, kështu është më mirë ta përkthejmë këtë pjesë sikurse tregon edhe Kimetja, Kodesh, Kodashim në hebraisht, ishte vendi më i shenjtë i tempullit të mëvonshëm të Salomonit. Vetëm kryeprifti mund të hynte, vetëm një herë në vit, vetëm me kem, duke stërpikur me gjakun e viktimës. Unë kur përmenda tempullin thash tempulli i mëvonshëm i Salomonit, sepse sipas tregimit biblik ky tempull ndërtohet më vonë brenda tekstit biblik, por faktikisht ne e dim se tempulli i parë i Salomonit është ndërtuar shumë shekuj para se të shkruhej kjo pjesë e shkrimit shenjtë, para se të shkruhej pra tregimi i kalimit të detit, i lidhjes së beslidhjes dhe i tabernakujve, sikurse po lexojmë sot. Pra, arka e dëshmisë vendoset pas velit në pjesën më të shenjtë të pranisë së Zotit. Gjërat që vendosen aty, lexojmë tek rreshta 34-35, kemi një kapak ari të vendosur mbi ark, brenda velit. Ari është përveç se simbol i pasurisë edhe i simbol i shenjtërisë. Prania e arit simbolizon zakonisht në shkrimin shenjtë prania e Zotit. Fakti që 3 dietarët që vinë nga lindja për të nderuar Jezusin, njëri prej tyre i sjell ar, simbolikisht tregon se ky fëmijë që lind është vetë Zot. Prandaj këtu kapaku i arit që vendoset mbi ark tregon shenjtrinë e arkës dhe praninë e Zotit aty. Tryeza e bukëve të paraqitjes dhe shandani me nora që e përmendëm më sipër vendosen jashtë velit në vendin e shenjtë. Vetëm prifti mund të shohë brenda, tjerë shohin vetëm mbulojat. Prania e Zotit është e shenjtë, nuk ka qasje gjithkush aty brenda. Kjo është gjithashtu një mënyrë për të theksuar shenjtrinë e vendit të shenjtë. Veli shënon pragun midis asaj që është e arritshme për njeriu dhe asaj që i përket vetëm Zotit. Kerubinët e qëndisur në të kujtojnë kerubinët e librit të Zanafils, kapitulli 3, rreshti 24, të vendosur në kopshtin e Edenit me qëllim që ta ruajnë kopshtin prej kthimit të mundshëm të njeriut dhe dëmtimit të mëtejshëm të kopshtit. Veli është shenjë përjashtimit nga prania hyjnore atje, të shkaktuar nga mëkati. Asnjë njeri nuk e kalon lirisht këtë kufi, vetëm ndërmjetësimi i kryepriftit një herë në vit dhe vetëm nëpërmjet gjakut bën të mundur kalimin. Ne do ta shohim se si kur vdes Jezusi, kjo kultrinë e tempullit, tregon Shën Mateu, dahet përmedis gjaku i derdhur i Jezusit, kjo fli e pashkve bën të mundur kalimin e njeriut nga vdekja në jetë. Nga libri i daljes, kapitulli 31, rreshtat 12 deri në 17. Zoti foli përsëri me Mojsiun e i tha: Fol me izraelitët dhe thuaju: Bani të shtunën time, sepse është shenja ndërmjet meje e jush e vlefshme edhe për pasardhësit tuaj, që ta dini mirë se unë jam Zoti që ju shëtroj. Bajeni pra të shtunën, sepse shtuna është e shenjtë për ju.
kush ta qëndraj, le të vritet. E kush të punoj atë ditë, le të shqimet prej popullit të vetë. Punoni gjatë 6 ditëve. E 7-ta ditë është e shtunë, pushimi i shejt në nderë të Zotit. Kushdo të punoj në këtë ditë, le të vdes. Le ta ruajmë pra Izraelit të shtunën dhe le ta kremtojmë brezni me brezni, sepse është beslidhje e përhershme midis meje e bijve të Izraelit dhe shenjë e gjithmonshme. Paj gjatë 6 ditëve, Zoti e bëri qiellin e tokën, e të 7-tën ditë e la punën e mori frymë. Ky tregim përbën fjalimin e 7 dhe të fundit që Zoti bën tek libri i Daljes, kapitulli 25 deri në 31. Pas 6 bisedave që përmendin materiale për masa, objekte, veshje, rituale, persona të ndryshëm që punojnë rreth shenjtrores, fjala e fundit e Zotit para dorëzimit të rasave nuk ka të bëjnë me ndërtimin, por me pushimin. Njësoj si tek Zanafila kapitulli 1 deri në kapitullin e 2 rreshti 4a. Zoti punon 6 ditë, të 7-ën ditë pushon ai dhe krejt krijesa që kishte krijuar. Ashtu si 6 ditë të krijimit kulminojnë në pushimin që bën Zoti ditën e shtune, Zanafila 2, 1-3, ashtu 6 fjalët mbi tabernakullin kulminojnë në urdhrin e shabatit. Shenjtroria është një krijim i ri, dita e shtune është mënyra se si ajo shenjtrohet. Shabati pra është vula e krijimit dhe e kultit, fjalimi 7 vulos biseden e tabernakullit me ditën e 7. Dita e 7, shabat, është edhe një shenjë e identitetit të beslidhjes. Ai mbart një peshë urgjent të ekzistenciale, tempulli është zhdukur, toka është humbur, çfarë mbetet nga identiteti i Izraelit? Vetëm shabat. Nuk mund të internohet shabati, nuk mund të shkoj shabati në shpërngulje, nuk kërkon altar, nuk kërkon prift, nuk kërkon tokë, nuk kërkon mret. Është një kohë që mund të mbahet besnikrisht. E shtuna është një shenjë e beslidhjes që mbijeton çdo katastrofë historike, sepse është e gërshetuar jo në gur apo territor, por në strukturën e kohës së vet. Për ta kuptuar këtë më mirë, duhet ndoshta të ndalemi në periudhën kur është shkruar ky tekst. Populli kishte kthyer dhe ose po kthehente nga shpërngulja babilonase, nuk kishte tempull, nuk kishte tokë, nuk kishte asgjë të organizuar në Izrael, nuk kishte mënyrë se si ti ushtronte rregulloret e beslidhjes sepse mungonte tempulli. Megjithatë, mësimi i këtyre autorëve që i kanë shkruar këto tekste, autori P mbi të gjitha, është se edhe pse mungojnë të gjitha strukturat, ne mund ta mbajmë beslidhjen nëpërmjet pushimit të ditës së shtune. Edhe pse mungon tempulli, populli, në mendjen e autorit P, mund ta mbante beslidhjen me besnikëri edhe në shkretir, nëse ata pas kalimit të detit të kuq dhe gjatë udhëtimit nëpër shkretir kanë qenë në gjendje ta mbajnë beslidhjen, aq më tepër ne sot mund ta mbajmë beslidhjen me Zotin. Dhe një temë e fundit që po përmendim është çështja e kohës së shenjtë, që është themel i shenjtërisë. Ekziston një mendim teologjik këtu, se urdhri i shabatit vjen pas të gjitha udhëzimeve mbi tabernakullin. Hapësira e shenjtë themelohet në kohën e shenjtë dhe jo koha e shenjtë në hapësirë të shenjtë. Në kontekstin e ligjit që po lexojmë, tregohet se si ka nevojë për kohë që të ndërtohet tabernakulli, por ndërtimi i tabernakullit mund të presë. Tabernakulli, të gjitha aktet publike, të gjitha liturgjit mund të presin. Dita e shtune është ditë pushimit, ditë e përkushtuar për Zotin. Festimi i shabatit ose pushimi i ditës së shtune ose dita e përkushtuar për ta kushtuar vetveten Zotit ka edhe një domethënie tjetër teologjike. Zoti pushoi atëherë ku ndërtoi qiellin e tokën. Edhe Izraeli pushon ashtu si Zoti pushoi kur ndërtoi qiellin e tokën. Pushimi i ditës së 7 nuk është një pushim sa për të pushuar, por është një mënyrë
e veçantë për të festuar praninë e Zotit në mesin e popullit. Për Izraelin, mbajtja e ditës së shtune është një mënyrë e qartë për të festuar praninë dashamirëse dhe jetëdhënëse të Zotit në mesin e popullit të Izraelit. Kapitujt 25 deri 31 të librit të Daljes shtjellojnë udhëzimet lidhur me ndërtimin e shenjtërores dhe me shërbëtorët e saj. Duken si lexime të rëndomta të cilat shpesh duam t'i kalojmë pa ju kushtuar fort vëmendje, pasi aty ka fjalë që ndoshta i hasim për herë të parë, që nuk ua dim mirë kuptimin pasi përdoren rrallë, e pastaj e kemi të vështirë dhe t'ua nxjerrim domethënien këtyre punimeve që duhet të kryheshin për shenjtëroren dhe riteve e ritualeve për ushtrimin e kultit të adhurimit të hyjit në të. Për një kuptim sa më të mirë të këtyre udhëzimeve na vjen në ndihmë një punim i mrekullueshëm mbi librin e Daljes nga Frances Hogan, një misionare laike irlandeze dhe studiuese e mësimdhënëse e shkrimit të shenjtë. Deri tani kemi parë se si Zoti e nxorri popullin e Izraelit me fitore nga Egjipti. Ky ishte edhe qëllimi i parë i shëlbimit nga ana e hyjit, nxjerrja nga skllavëria. Në këto kapituj të sotëm vim tek qëllimi i dytë i tij, që ishte futja e izraelitëve në vendbanimin e tij. Pastaj, hyi do ta drejtoj popullin drejt qëllimit të tij përfundimtar, që është hyrja në tokën e premtuar, për të cilin do të flitet tek libri i Josuehut. Te kapitulli 25 rreshti 8 i librit të Daljes, Zoti i tha Mojsiut: "Le të ma punojnë në shenjtëroren që të mund të banojnë në mesin e tyre." Libri i Daljes i kushton plot 13 kapituj ngritjes së vendit të parë të banimit të hyjit në tokë, duke i përshkruar deri në hollësi si ndërtimin e tij, ashtu edhe orendit e përdorura në të. Krahasuar me kapitujt e mëparshëm, këtu duket sikur gjithçka ndalet dhe leximi bëhet pak si monoton me gjithë këto udhëzime. Mirëpo, janë pikërisht këto udhëzime që e ndriçojnë përsë tepërmi kuptimin ton mbi kishën, priftërinë dhe liturgjinë, sepse themelet e tyre gjenden pikërisht këtu, në shenjtëroren e Zotit në shkretëtir, e cila ishte një model qiellor që hyi ia zbuloi Mojsiut. Kështu, hyi na e dëftoi një sistem të tërë adhurimi që do ta madhëronte shenjtërinë e tij dhe njëkohësisht do të përgjigjej edhe nevojave të mëkatarëve, mundësuar që marrëdhënia e beslidhjes të ruhej ndër shekuj, pavarësisht pabesnikërisë së njeriut ndaj hirit dhe thirrjes së hyjit. Parja e viçit të artë, për të cilën do të flitet në kapitullin e 32, tregon nevojën e popullit për diçka të jashtme, që të shërbente si një pikë qendrore e adhurimi. Ata kishin kërkuar një paraqitje të dukshme të hyjit, diçka që mund ta shihnin dhe ta preknin, sepse nuk arrinin ta përballonin dot praninë e tij të padukshme. Përgjigjja e hyjit ndaj kësaj nevoje ishte si gjithmonë e mrekullueshme. Ai u dha atyre një tempull të lëvizshëm të quajtur shenjtërore ose tenda e takimit. Struktura e tij ishte një paraqitje simbolike e shenjtërores së Zotit në qiell, ndërkohë që njëkohësisht paralajmëronte Krishtin, i cili është zbulesa e plotë e Zotit në vetvete dhe e shpall lavdinë e Krishtit në kishën e tij. Siç do ta shohim në beslidhjen e re, Jezusi është njëkohësisht prifti, flija, ndërmjetësuesi dhe shenjtërorja. Si prift, ai shërben në shenjtëroren qiellore përpara fronit të hyjit. Tenda toksore është një kopje e asaj qiellore dhe përmes saj hyji zbulon shumë të vërteta të mrekullueshme. Jezusi është në vetvete gjithçka që kjo shenjtërore përfaqësonte, sepse krejt lavdia e hyjit të gjithë pushtetshëm banonte në të, dhe ai e pajtoi botën me hyjen në vetveten, duke e përmbushur veprën e shërbimit në trupin e tij. Ai u mishërua për ta vendosur tendën e tij ndër ne, e bërë kështu hyjin personalisht dhe dukshëm të pranishëm para njerëzve, duke përmbushur në mënyrë të plotë gjithçka që përfaqësonte tenda. Lexojmë tek libri i zbulesës: "Ja tenda e hyjit me njerëz. Hyji do të banojë me njerëz. Ata do të jenë populli i tij, kurse ati vet hyji do të jetë me ta, hyji i tyre." Zbulesa 21:3. Kisha tani është prania e dukshme e Jezusit në tokë, duke jetuar jetën e tij dhe duke e përmbushur misionin e tij, me dhuratat dhe në udhëheqjen e Shpirtit Shenjtë dhe duke e pritur përmbushjen përfundimtare të tendës në Jerusalemin e ri. Tenda ishte vendbanimi i përkohshëm i hyjit, që u përdor gjatë viteve të endjes së popullit të Izraelit në shkretëtir. Ajo ishte e thjeshtë e përulur
vetë shkretë të tjera shërbente si dysheme dhe qëndronte në qiell të hapur. Megjithatë, ajo ishte vendi i takimit mes hyjit dhe njeriut dhe një pararendëse e pranisë së përvuajtur të Krishtit në mishërimin e tij. Kush mund ta kishte paramenduar vallë një hyj që nuk ka se ku ta mbështes kryet, që përbuzët dhe refuzohet, që e tallin dhe e kryqëzojnë e pastaj i vendosin në varrin e dikujt tjetri? Mirë po, si për tendën, ashtu edhe për Jezusin gjërat nuk përfundojnë me kaq. Tenda u zëvendësua më vonë nga tempulli madhështor i Solomonit, ku u vendos përfundimisht arka e beslidhjes, ndërsa Jezusi u lavdërua në shenjtëroren qiellore dhe në kishën e tij universale. Tenda ishte e vendosur më në qendër të fushimit të popullit, duke treguar kështu dëshirën e hyjit për të qenë në qendër të jetës së popullit të tij, ashtu siç Jezusi dëshiron të jetë në qendër të jetës sonë. Qëndroni në mua, ka thënë Jezusi, dhe unë do të qëndroj në ju. Aty ku janë 2 ose 3 të mbledhur në emrin tim, aty jam unë në mesin e tyre. Tenda ishte vendi ku kryheshin flijimet, ku priftërinjt ushqeheshin në tryezën e Zotit dhe ku adhurohej hyi. E kishte vetëm një hyrje nga ana lindore, aty ku ishte vendosur fisi i Judës, sepse luani i fisit të Judës, Jezusi, do të hynte një ditë në tempullin e tij. Studimi i orendive të tendës na jep 2 mënyra për ta kuptuar banesën e hyjit në shkretë të tjerë. Mënyrën se si njerëzit duhet i qasen hyjit dhe mënyrën se si hyi ju qaset njerëzve. Le ta shohim qasjen e njerëzve ndaj hyjit. Për njerëzit, tenda paraqet një udhëtim shpirtëror. Hyrja përmes portës tregon kthimin ka hyi. Altari i flijimit është vendi i pendesës dhe faljes. Legeni paraqet pastrimin, ndërkohë në shenjtërore ndodh bashkimi me hyjin, kurse tek shenjti i shenjtërve që ishte edhe vendi më i shenjtë ku mund të hynte vetëm kryeprifti, është vendi i takimit të drejt për drejt me hyjin. Pra, këtu e kemi paraqitjen e kalimit të njeriut nga mëkati tek bashkimi me hyjin. Le të shohim edhe qasjen e hyjit ndaj njerëzve. Tenda tregon se edhe hyi lëviz drejt njerëzve. A i del prej pajtimores, prej arkës, për i takuar njerëzit aty ku ata janë, jashtë portës. Kjo paraqet nismën e hyjit për shërbimin e njerëzimit, që përmbushet në Krishtin, i cili e la lavdinë e tij hyjnore dhe erdhi mes nesh për të kërkuar delet e humbura dhe mëkatarët që nuk shkonin dot vetë tek ai. Për ndërtimin e tendës u përdorën materialet më të çmuara, që bukuria e saj ta madhëronte Zotin dhe ta lartësonte shpirtin e popullit. Çdo material kishte një kuptim simbolik. Pëlhurat me ngjyrë të purpurt tregonin pushtetin mbretëror të Krishtit. Ngjyra e kaltër ose vjollcë tregonte origjinën e tij qiellore. E kuqja dhe e kuqja e errët vuajtjen dhe liri i bardh shenjtërinë e tij. Metalet gjithashtu kishin domethënie. Ari përfaqësonte hyjnin dhe mbretërimin, argjendi shëlbimin dhe bronzi mëkatin. Druri i akacjes simbolizonte natyrën njerëzore të shenjtë e të papërlyer të Krishtit. Erërat e mira për kemim tregonin ndërmjetësimin e tij të pëlqyeshëm për ne para hyjit, ndërsa gurët e çmuar ishin për përsosmërinë e Krishtit si kryeprift. Le t'i kalojmë shkurtimisht elementet kryesor të përmendur në kapitujt 25-31 dhe të shohim domethënien dhe simbolikën e tyre në vetë jetën e Krishtit dhe të kishës. Arka e beslidhjes. Kjo ishte e punuar prej drurit të akacjes dhe e mbështjellë me ar. Ishte objekti më i rëndësishëm i tendës, pa të cilën nuk do të kishte as pak kuptim shenjtërorja, pasi hyje përdorte atë si fronin e tij. Mund të themi se arka ishte një simbol i Krishtit. Druri dhe ari i saj tregojnë natyrën e tij njerëzore dhe hyjnore. Arka përmbante fjalën e hyjit, 10 urdhërimet, bukën e hyjit, manën dhe shkopin e Aronit, priftërinë. Të gjitha këto i gjejmë në Krishtin, pasi ai është fjala, buka e jetës dhe kryeprifti. Arka ishte shenja e dukshme e pranisë së hyjit në mesin e popullit të tij. Ajo ju jepte atyre sigurinë se ai ishte me ta. Arka nuk e përmbante hyjin, por lavdia e tij qëndronte në të. E njëjta lavdi u pa plotësisht edhe në Jezusin, pasi kush e shihte atë e kishte parë Atin. Kur biri i hyjit u mishërua në kraharorin e Virgjërës Mari,
edhe ajo u bë përmbushje e arkës së beslidhjes, pasi mbarti në vetvete atë që ishte vetë lavdia e hyjit dhe froni i mëshirës së hyjit. Ja pra pse kisha e quan Marin nëna e mëshirës. Pajtimorja. Këtu bëhet fjalë për kapakun e arkës, ku ofrohej gjaku i flisë së shkrumbimit. Ajo paraqet drejtësinë e hyjit, para të cilit trajtohet mëkati, dhe mëshirën e hyjit që jep faljen. Krishti i përmbush në vetvete drejtësinë dhe mëshirën hyjnore përmes flisë së tij në kryq. Tryeza e bukëve të kushtimit. Aty shtroheshin 12 bukë që përfaqësonin 12 fiset e Izraelit. Ajo simbolizonte ushqimin shpirtëror dhe miqësinë me hyjin, pasi priftërinjtë aty mund të hanin në praninë e hyjit. Tryeza tregon dëshirën e hyjit për të bashkuar me ne, gjë që përmbushet në tryezën eukaristike të Krishtit Zotit ton, që është gjithmonë i pranishëm me trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e tij në sakramentin e Eukaristisë si ushqim shpirtëror për popullin e tij priftëror, që është kisha. Shandani. Me që shenjtërorja ishte një strukturë e mbyllur, ku nuk hynte drita e diellit, aty u vendos një shandan, menoraja, me 7 degëzime, e cila përveç se ndriçonte vendin, qëndronte e ndezur vazhdimisht në praninë e hyjit. Ajo nënkuptonte se vetëm hyji është drita dhe ndriçuesi për mbar njerëzimin, dhe se ai e ruan krejt krijimin. Rrezatimi i 7 fisht i shandanit jo vetëm që pasqyron për sosmërinë e dritës, hyjin, por edhe simbolizon Jezusin si shfaqja e përsosur e hyjit si dritë. Shandani paralajmëron edhe shfaqjen e 7 fisht të shpirtit shenjtë mbi kishën me 7 dhuratat që i marrim në krezmim, që u jep besimtarëve mundësinë për të ecur në dritë, duke i ndriçuar thellësitë e mësimit të Jezusit dhe duke i bërë ata të aftë që ta njohin Jezusin si bukën e jetës, pasi tryeza dhe shandani qëndronin së bashku në shenjtërore. Shandani e ndriçonte edhe altarin e erërave të mira, duke theksuar rolin e shpirtit shenjtë në formimin e bashkësive të lutjes, të lavdërimit dhe të ndërmjetësimit para hyjit për botën, duke i bërë ato si shandana. Kisha të bashkohet me dhëndrin e saj Krishti në Jerusalemin e ri qiellor, ajo do të ndriçohet nga lavdia e shëndritshme e hyjit, ku vetë qengji do të jetë shandani ndriçuesi i saj. Altari i erërave të mira. Ky ishte altari i shenjtërisë së epërme, që qëndronte përpara tisit të shenjtit të shenjtërve. I përbërë prej drurit të akacjes dhe arit, ai simbolizon Krishtin në shërbesën e ndërmjetësimit si kryeprift përpara fronit të hyjit në shenjtëroren qiellore. Pëlhurat dhe mbulojat e tendës. Këto formonin një strukturë të shtresëzuar që e rrethonte dhe e mbronte shenjtëroren duke bllokuar dritën natyrore, me qëllim që vetëm prania e hyjit ta ndriçonte brendinë e saj. Mbulojat e brendshme ishin prej lirit të hollë dhe të qëndisura me kerubin, ndërsa mbulojat e jashtme prej lëkurave të kafshëve kishin një pamje të thjeshtë. Bukuria e brendshme shihej vetëm nga priftërinjtë, ndërkohë që të tjerët shihnin vetëm një mbulojë të zakonshme nga jashtë. Mbulojat përfaqësojnë shenjtërinë dhe pastërtinë e Krishtit dhe të kishës. Ngjyrat tregojnë Krishtin si hyjnor, e kaltër, mbretëror, e purpurt, dhe si shëlbuesi që flijohet, e kuqe. Kerubinët simbolizojnë mbrojtjen e shenjtërisë së hyjit. Bukuria e fshehur tregon se lavdia e Krishtit ju zbulohet vetëm atyre që i afrohen atij. Ari, argjendi dhe druri simbolizojnë hyjnin, shërbimin dhe natyrën njerëzore të bashkuara në Krishtin. Tisi dhe koltrina e derës së hyrjes. Pëlhura e çmueshme e tisit e ndante shenjtëroren nga shenjti i shenjtërve, duke e kufizuar kështu afrimin te hyji dhe arka që rrinte e fshehur aty. Vetëm kryeprifti mund të hynte një herë në vit tek shenjti i shenjtërve me gjakun e flijimit. Kjo pengesë qëndroi deri në vdekjen e Jezusit, kur u gris tisi dhe u hap rruga për të gjithë që t'i afroheshin hyjit. Tisi përfaqëson ndarjen nga hyji për shkak të mëkatit, si dhe Krishtin si rruga drejt hyjit përmes flijimit të tij. Grisja e këtij tisi simbolizon heqjen e pengesave dhe hapjen e qasjes tek hyji. Ndërkaq, koltrina e derës së hyrjes simbolizon Krishtin si dera, përmes së cilës njerëzit hyjnë në praninë e hyjit. Altari i flive të shkrumbimit.
Ky ishte vendi i flijimit të kafshëve për shlyerjen e mëkateve. Ai ishte qendra e krejt flijimit dhe e përgatiti popullin për ta kuptuar misterin e vdekjes së Krishtit në kryq. Pa këtë përgatitje do të kishte qenë i pakuptueshëm shëlbimi përmes flijimit. Legeni i larjes. Ishte një enë që përdorej vetëm prej priftërinjve për pastrim. Ai tregonte nevojën për pastrim të vazhdueshëm dhe shenjtëri prej atyre që kërkonin intimitet me hyjen, pasi asgjë e prishur apo e papastër nuk mund të hyjë në praninë e tij. Priftëria. Kjo detyrë e zgjedhur dhe e shenjtëruar nga hyi ishte thelbësore për funksionimin e tendës. Aroni dhe levitët shërbenin si ndërmjetësues mes hyjit dhe popullit, duke veshur petka të veçanta që pasqyronin rolin e tyre të shenjtë. Edhe pse ishin mëkatar, ata u caktuan përmes hirit të hyjit për ta përfaqësuar Izraelin mëkatar. Priftëria e tyre i parapriu priftërisë më të lartë dhe të përsosur të Krishtit, që e zëvendësoi sistemin e vjetër në kushtimin e flisë së trupit të tij në kryq. Pra, priftëria përfaqëson ndërmjetësimin mes hyjit dhe njerëzve dhe simbolizon Krishtin si kryeprifti i përsosur. Petkat e tyre simbolizojnë lavdin, dinjitetin dhe afrimin me hyjin, ndërsa zgjedhja e tyre pavarësisht mëkatit thekson hirin e hyjit. Fundi i kësaj priftërie tregon për mbushjen dhe zëvendësimin e beslidhjes së vjetër nga vepra e përsosur shërbuese e Krishtit. Petkat priftërore. Këto ishin veshje me një domethënie shumë të pasur, sidomos parsmorja, guna, pafta e kokës dhe këmisha. Në tërësi, ato paraqesin rolin e Krishtit në mbartjen e mëkatit, i cili përfaqëson popullin e tij dhe e shpije atë përpara hyjit. Këto petka tregojnë Krishtin si kryeprifti ynë. Tatimi i shpërblimit për kokë. Zoti, si sunduesi i Izraelit, bëri për herë të parë numërimin e popullsisë, pasi vetëm ai kishte të drejtë ta njehte numrin e popullit që i përkiste atij. Çdo mashkull mbi 20 vjeç ishte i detyruar të paguante një gjysmë sikle si tatim shpërblimi për jetën e vet. Me që këto para mblidheshin dhe përdoreshin për nevojat e tendës, kjo pagesë njihet më vonë edhe si taksa e tempullit. Pagesa e tatimit të shpërblimit i dha edhe një domethënie personale beslidhjes, sepse në këtë mënyrë çdo njeri e pranonte se shëlbimi vinte prej hyjit. Çmimi i shpërblimit ishte i atill sa që të gjithë mund ta paguanin. Të pasurit nuk lejoheshin të jepnin më shumë dhe as të varfrit më pak, sepse hyji trajtonte të gjithë njerëzit e tij në mënyrë të barabartë, si në privilegje, ashtu edhe në përgjegjësi. Punëtorët e shenjtërores. Hyi jo vetëm që ia zbuloi Mojsiut modelin e tendës dhe mënyrën se si duhej ndërtuar ajo, por i zbuloi atij edhe se cilët njerëz kishte zgjedhur ai vetë për ta kryer këtë detyrë për të. Hyi zgjodhi dhe mbushi me shpirtin e tij Beseleelin nga fisi i Judës dhe Oliabin nga fisi i Danit për t'i udhëhequr punimet për ndërtimin e shenjtërores. Ata u mbushën me shpirtin e urtisë, kuptimit dhe dijes për të kryer misionin që ju ishte ngarkuar. Puna duhej kryer saktësisht sipas planit të hyjit, ashtu siç e kreu edhe vetë Jezusi në beslidhjen e re, punën e tij të shëlbimit. Punëtorët simbolizojnë shërbimin e fuqizuar nga shpirti i shenjtë. Hyi pajis njerëzit me dhundi të veçanta për qëllimet e tij. Ata paralajmërojnë Krishtin si ndërtuesin e përsosur të banesës së hyjit, që është kisha, dhe besimtarët si gur të gjallë të kësaj banese. Hyi ja përkujtoi popullit të Izraelit edhe shenjtërinë e pushimit të së shtunës, që duhej mbajtur edhe gjatë ndërtimit të tendës. Pra, hyi nuk pranonte asnjë lloj arsyetimi, qoftë ky fetar apo shekullar, për thyerjen e tij. Kështu, urdhërimi për mbajtjen e ditës së Zotit është tetë i rëndësishëm. Dhe ne të krishterët do të kemi shumë kujdes, që të mos e gjejmë veten tepër të zënë ditëve të diela, duke bërë qoftë edhe gjëra fetare për hyjen, por t'i bindemi vullnetit të tij dhe urdhrit të tij të qartë për të pushuar. E tani, pasi i kemi dëgjuar gjithë këto shpjegime mbi kuptimin dhe simbolikën e udhëzimeve dhe elementeve për ndërtimin e shenjtërores, lind natyrshëm pyetja: se ku është kjo tende hyjit sot? Çfarë ka ndodhur me të?
Deri tani pam se si vepra shëlbuese e Krishtit ka qenë paralajmëruar dhe përgatitur në Mojsiun dhe në daljen e popullit të hyjit. Tenda gjithashtu ju parapriu kishave tona, ishte hija e tyre, e këto kisha janë ndërtuar sipas modelit të saj. Edhe ne kemi shenjtëroren tonë, me altarin dhe liturgjinë e shenjtë. Kemi arkën tonë të çmuar që përmban lavdin shekinah të hyjit në praninë sakramentore të Jezusit, me dritën e saj të përhershme që ndriçon jashtë duke shpallur praninë e Zotit brenda, të cilën e quajmë tabernakull. Ajo është pjesa më e shenjtë e kishës krahas altarit të kushtimit të flisë eukaristike. Edhe ne kemi priftërinë tanë të shuguruar, që ushtrojnë shërbesën priftërore të Jezusit për ne, të veshur me petkat e tyre të shenjta. Ne kemi eukaristin tonë të përditshme, ku kisha në mënyrë të vazhdueshme, mëngjes dhe mbrëmje, ja ofron atit në mënyrë sakramentore qengjin e hyjit për ne, duke e bërë të efektshme dhe aktuale për ne këtu dhe tani gjithçka që Jezusi e kreu në kryq. Gjatë meshës kemi edhe larjen rituale të duarve të priftit, ofrimin e bukës dhe verës, leximin e fjalës, përdorimin e kemit dhe lutjet e ndërmjetësimit. Adhurimi ynë i plot publik kryhet nga i gjithë trupi mistik i Krishtit. Kryhet dhe gjymtyrët kisha, sepse ne jemi populli i tij priftëror. Nga kjo kuptojmë se çdo kremtim liturgjik, për shkak se është një veprim i Krishtit priftit dhe i trupit të tij kishës, është një veprim i shenjtë mbi gjithçka tjetër dhe një parashijim i liturgjisë qiellore në Jerusalemin e ri, ku Jezusi rri në të djathtën e hyjit si i vetmi prift i tendës së vërtet. Ne e bashkojmë lavdërimin ton me koret qiellore dhe nderojmë kujtimin e shenjtërve që kanë kaluar para nesh në amshim, me të cilët shpresojmë të bashkohemi një ditë. Gjithashtu, e shpallim shpresën tonë në dëshirën e zjarrt që kemi për ardhjen e dytë të Krishtit, kur edhe do të mund të bashkohemi me të në lavdinë hyjnore. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitujt 32-34, është tregimi i famshëm i viçit të ardhë. Lexojeni të shtëpia këto 2-3 kapituj sepse do t'i kuptoni më mirë. Ne si gjithmonë ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çdo bekim prej Zotit.